Ndërdia dhe ëndra çuditëbërëse. Njeriu mesatarisht I bën 8 orë gjumë në ditë. Pra gjithsej, 1/3 jetës I shkon duke fjetur. Ky është ligj I parevokueshëm I jetës që vlen si për botën shtazore, ashtu edhe për botën bimore. Gjumi është ligj universal hyjnor. Shumica e përgjigjeve, si dhe një numër I madh zgjidhjesh së problemeve, na lajmërohen pikërisht derisa jemi duke fjetur. Njeriu gjatë ditës lodhet, prandaj gjumi nevojitet për ta pushuar trupin e vet. Gjatë të fjeturit zhvillohet procesi I përtërirjes së energjisë dhe indeve të shpenzuara. Derisa flejmë, asgjë në trup nuk pushon. Zemra, mushkëritë dhe të gjitha organet e tjera vitale funksionojnë pa ndërprerje dhe pa pengesa. Po që se para fjetjes ushqeheni, ai do t'ju tretet, ndërsa materjet ushqyese do të shpërndahen nëpër organet trupore. Veç kësaj lëkura edhe mëtutje djersitet, ndërsa thonjtë dhe flokët vazhdojnë të rriten pa pengesa. Ndërdia nga ana e vet kurrë nuk fle e as nuk pushon. Ajo gjithnjë është aktive dhe I mbikëqyr të gjitha aktivitetet jetësore të njeriut. Procesi I shërimit zhvillohet gjithnjë, po me shpejtësi gjatë fjetjes, sepse atëherë nuk mund ta pengojë pjesa e vetëdijshme e mendjes. Pra përgjigjet më të jashtëzakonshme rëndom na arrin pikërisht derisa jemi duke fjetur. Për ç'arsye flem? Shkencëtari I njohur Dr. John Bigelow ka pohuar se njeriu gjatë të fjeturit pranon përshtypje, gjithsesi nxitje të caktuar. Provë për këtë pohim është aktiviteti I kokrës së syrit, I nervit veshor, I shqisës së të shijuarit, por edhe I pjesës më të madhe të trurit. Sipas tij, arsyeja themelore për të cilën njeriu fle është fakti se gjatë gjumit vjen deri tek bashkimi I pjesës pozitive të shpirtit të njeriut me mbinatyrshmërinë e tij. Në çmë mënyrë ai ndërlidhet me mençurinë dhe me gjithë dijen e universit, apo siç e quajnë disa, të madhërishmit. Dr. Bigelow gjithashtu e thot edhe këtë. Rezultatet që I kam arritur gjatë hulumtimeve të mia ma forcuan bindjen se efekti final I gjumit kurse nuk mund të jetë vetëm pushimin nga puna e përditshme dhe nga aktivitetet e tjera, sepse veç kësaj është më së qartë se një pjesë e moshës njerëzore, e cila më së tepërmi I përgjigjet përsosshmërisë shpirtërore, është pikërisht ajo kohë kur njeriu e kalon në gjumë, I ndarë nga bota e dukshme e materialitetit. Lutja si formë e gjumit. Gjatë ditës, pjesa e vetëdijshme e mendjes është e preokupuar me probleme, me vështirësi dhe në dilema të ndryshme. Është e domosdoshme që kohë pas kohe ajo të tërhiqet nga e vërteta shqisore e botës objektive dhe në qetësi të bashkohet me mençurinë e pjesës së ndërdijshme të mendjes. Duke ju përmbajtur udhëheqjes së saj në të gjitha fazat jetësore, njeriu është në gjendje që t'i tejkalojë të gjitha vështirësitë dhe t'i zgjidhë të gjitha problemet. Tërheqja e rregullt nga realiteti shqisor, larg zhurmës dhe tollovisë së përditshmërisë, përmes lutjes, gjëgjësisht përmes pohimit të caktuar pozitiv, gjithashtu paraqet një formë gjumi. Me fjalë të tjera, njeriu I ndërpren lidhjet me botën e shqisave duke ju vënë në dispozicion mençurisë dhe fuqive të ndërdijes. Pasojat e rënda nga pagjumësia. Me rastin e pagjumësisë, njeriu bëhet I ngacmueshëm, I padisponuar dhe I dekurajuar. Dr. George Stevenson nga Shoqata Amerikane e Shëndetit Psikik thotë: Mendoj se me siguri mund të pohohet se secilës qenie njerëzore për të pasur shëndet të përkryer I nevojiten së paku 6 orë gjumë në ditë. Një numër të madh njerëzish I nevojitet të bëjë madje edhe më shumë se 6 orë në ditë. Të gjithë ata që mendojnë se mund të jenë të kënaqur edhe me më pak gjumë, mashtrohen.
Mjekët dhe shkencëtarët që merren me hulumtimin e gjumit dhe të pagjumësisë pohojnë se sulmeve të sëmundjeve të ndryshme psikike shpesh u paraprin pagjumësia e rëndë, prandaj duhet pasur ndërmend se gjumi ju përtërin, ju mbush bateritë e zbrazura, pra sasia e caktuar e gjumit është e domosdoshme për të pasur jetë të gjatë, të lumtur dhe të suksesshme. Nevoja për më tepër gjumë. Në artikullin me titull "Ndoshta keni nevojë për më tepër gjumë", botuar në revistën Reader's Digest, Robert O'Brieni na njofton për eksperimentin vijues rreth gjumit. Në një institut ushtarak të Washingtonit, tash 3 vjet, bëhen eksperimente të ndryshme. Në to marrin pjesë mbi 100 vullnetar ushtarak dhe civil. Detyra e tyre është të mos flenë 4 ditë rresht. Gjatë kësaj kohe, vazhdimisht përcillet efekti i pagjumësisë në fiziologjinë e tyre, por edhe në sjelljet dhe në personalitetin e tyre në tërësi. Rezultatet sollën njohuri mahnitse për sekretin e quajtur gjumë. U konstatua se truri i lodhur nga pagjumësia është aq i nevojshëm për gjumë sa që është në gjendje të fillojë çdo gjë për të bërë sadopak gjumë. Kështu, pas vetëm disa orë mosfjetjeje, tek personat e tillë paraqiten humbje të kopaskoshme, gjegjësisht të ashtu quajturat mikrofjetje prej 3 deri në 4 herë në orë. Në raste të tilla, një lloj sikurse gjatë fjetjes normale, kapakët e syve rëndohen, ngadalsohen të rrahurat e zemrës, kështu që humbamendja e tërë zgjat secilën herë vetëm disa njësi të sekondës. Ndonjëherë këto humbamendje janë të privuara nga çdo përmbajtje, janë plotësisht të errëta, ndërsa në disa raste janë të përmbushura me ilustrime, me pamje dhe me shfaqje të lloj-llojshme. Sa më tepër të vazhdohet koha e mosfjetjes, etapat e humbamendjes vijnë duke u shpeshtuar, ndërsa zgjatja duke u vazhduar arrin zgjatje prej 2 deri në 3 sekonda. Madje as pilotët që drejtojnë aeroplane reaktiv nuk janë në gjendje të përballojnë sulmet e mikrofjetjeve. Veç kësaj, është e njohur se vozitësve shpesh u ndodh që t'i zërë gjumi duke drejtuar automobilin. Pagjumësia lë pasoja të rënda edhe në mbamendjen, si dhe në aftësinë e të vrojtuarit. Pjesëmarrësit në eksperimentet e tilla e humbasin kujtesën deri në atë shkallë sa që vetëm pas disa minutash nuk ishin në gjendje të përsëritnin, madje as informatat më themelore që u thuheshin. Ata, veçanërisht në situata të inskenuara, ishin të paaftë të reagojnë, sidomos ndaj të dhënave që i kishin pranuar qysh më herët. Gjumi sjell këshillën. Një dëgjuese e rregullt e radioemisioneve të mia të mëngjesit në Los Angeles më kishte thënë me një rast se në New York i kishin ofruar një vend pune mjaft të përshtatshëm ku paga do t'i dyfishohej. Ajo kishte rënë në dilemë, ta pranonte apo jo këtë ofertë. Për ta zgjidhur dilemën, ju dha lutjes. Para se të binte në gjumë, i përsëriste këto fjali. Inteligjenca krijuese e ndërdijes sime di mirë se ç'është më e mira për mua. Prandaj do të ma përcaktoj vendin më të drejtë për mirëqenie dhe për lumturi. I jam mirënjohës asaj për përgjigjen në të cilën me siguri do të ma jap. Këtë lutje të thjesht ajo e përsëriste shpeshherë në mbrëmje para se të binte në gjumë, si dhe herët në mëngjes. Me t'u zgjuar nga gjumi e kishte kapluar ndjenja e fortë se ofertën që e mundonte nuk duhej pranuar. Kështu ajo kishte pasur të drejtë, sepse kjo kompani newyorkeze kishte falimentuar vetëm disa muaj pas këtij rasti. Shpëtimi nga falimentimi. Ja përshkrimi i mënyrës se si mençuria e ndërdijes na udhëzon dhe na mbron rreth kërkesës që ja praktikojmë para se të flejmë. Para shumë vitesh në prag të luftës së dytë botërore, në lindjen e afërt, më arriti një ofertë për një punë të leverdishme. Duke kërkuar këshillën e ndërdijes, u pata lutur kështu:
Inteligjenca e paskajshme e brendisë time i di përgjigjet e të gjitha pyetjeve. Ajo do të më udhëzojë që ta zgjedh vendimin më të drejtë. Përgjigjen do ta kem të njohur menjëherë. Këtë lutje të thjeshtë e përsërisja si një null mu parafjetjes, e cila në ëndër, në mënyrë shumë të gjallë, mu kishte paraqitur ngjarja që do të ndodhë 3 vjet më vonë. Mu kishte paraqitur një shok i imi i vjetër dhe mu kishte drejtuar me fjalët: "Lexojini titujt e gazetave, mos gabo të shkosh." Titujt e gazetave që mi tregonte flitnin për luftën dhe për sulmin e Pearl Harborit. Mua shpesh më ndodh të ndoroj në këtë mënyrë. Ëndra e cekur pa dyshim ka qenë dramatizimi i ndërdiesime, e cila detyrën për të ma përcjell për porosinë e saj, ja kishte besuar personit që i besoja dhe që e respektoja. Dikujt paralajmërimin ja përcjellë ëma, e cila i paraqitet në ëndër duke u munduar ta bindë që të bëj atë mos bëj ndonjë puna veprim. Ndërdia, siç është thënë më herët, i posedon të gjitha njohuritë, të gjitha mençuritë, si dhe përgjigjet e të gjitha pyetjeve. Shpeshherë ajo paraqitet në formë të zërit, të cilin padyshim do ta pranoj si shumë bindse. Ndonjëherë do t'ju atërheqë vëmendje nëpërmjet zërit të ndonjë personi që e doni pa mas dhe që është në gjendje t'ju athej mendje në çdo punë. Madje edhe të mos ju lejoj ta truponi rrugën në momentin e caktuar, sepse siç del në shesh gjithmonë, matan me siguri ju kanoset rreziku. Ndërdia ime është e njësuar me ndërdijen universale. Ajo e dinte mirë se japonezët planifikonin të futen në luftë, bile edhe kur do të fillonte ajo. Dr. Raini nga Universiteti Duke ka tubuar një numër të madh provash nga të gjitha anët e botës për faktin se njerëzit e kanë parë, e kanë ndjerë, a parandjerë ndodhi dukshëm para se të ndodhë ajo me të vërtetë. Në numrin më të madh të rasteve, kjo parandjenjë arrin në formë të ndonjë ëndre teje të gjallë e konkrete. Ajo që mu paraqit në ëndër në mënyrë shumë të qartë e pash në titujt e mëdhenj të faqes së New York Timesit, dhe atëherë 3 vjet para se të ndodhte tragjedia e madhe në Pearl Harbor. Për këtë shkak, duke mos humbur asnjë çast, unë pata hequr dorë nga udhtimi për në lindjen e largët. Pas 3 vjetësh, tmerret e luftës së dytë botërore shërbyen si prove saktësisë së udhëzimit që ma kishte përcjell zëri i brendshëm i intuitës sime. Ardhmëria juaj është e caktuar në ndërdijen tuaj. Duhet pasur ndërmend se ardhmëria juaj, si rezultat i mënyrës suaj të të menduarit të rëndomt, tashmë është e vendosur në ndërdijen tuaj. Atë mund ta ndryshoni vetëm me lutje, gjegjësisht duke përsëritur pohimet e caktuara pozitive. Ngjashëm me këtë, ardhmëria e vendit është e vendosur në ndërdijen kolektive të popullit të tij. Prandaj, asgjë të çuditshme nuk ka në ëndrrën time, gjatë secilës pash faqen e parë të gazetës newyorkeze me paralajmërimet e luftës. Me fjalë të tjera, në kohën kur unë ëndërrova, lufta me të madhe zhvillohej në thellësinë e mendjeve të njerëzve dhe të gjitha planet për sulm tashmë ishin të shënuara në pllakën e quajtur pllaka e pavetëdijshme kolektive e mendjes së gjithëmbarshme. Ngjarjet e së nesërmes tashmë i kemi të vendosura menjëherë nën sipërfaqen e ndërdijes suaj, e kjo vlen edhe për atë që do t'ju ndodhë javën e ardhshme ose muajin e ardhshëm. Ngjarjet e tilla janë në gjendje t'i shohin veçanërisht individët me aftësi të jashtëzakonshme të parandjenjes dhe të parashikimit. Po qëse përcaktoheni për lutje, për përsëritje të pohimit pozitiv, nuk mund t'ju ndodhë kurrfar fatkeqësie. Asgjë nuk është e përcaktuar në mënyrë paraprake deri në atë mas sa që të mos mund të ndryshohet. Me fjalë të tjera, fatin tuaj, përkatësisht ardhmërinë tuaj, e përcakton qëndrimi juaj mendor. Prandaj, përmes luftës shkencore, esenca e së cilës është thjelluar në këtë libër, ju jeni në gjendje ta formoni, ta modeloni,
ta krijoni dhe ta ndryshoni jetën dhe ardhmërinë tuaj, duke qenë vazhdimisht të rrethuar me paqe, me qetësi shpirtërore, me gëzim dhe me dashuri. Ëndra me vlerë prej $15,000. Një dëgjues imi më dërgoi një pjesë të nxjerrë nga një gazetë prej para disa vitesh. Ajo i kushtohej një farë Ray Hammerstromit, punëtorit të shkritores së qelikurt në Pittsburgh, i cili nga ëndra e vet fitoi $15,000. Siç cekej në artikull, inxhinierëve nuk u shkonte fare përdore që ta bëjnë zgjidhjen teknike të ndërprerësit të kontrollit të ftohjes së shufrave të qelikut. 10 zgjidhje u treguan si të papërshtatshme. Hammerstromi mendoi shumë për këtë problem. U përpoq edhe vetë ta gjente formën e përshtatshme të ndërprerësit që do ta kryente funksionin e duhur. Mirëpo as atij nuk i shkonte përdore. Një pasdite, para se ta zinte gjumi, përsëri kishte filluar të mendonte për problemin e ndërprerësit. Atij ju shti në ëndër skica e zgjidhjes së përkryer, sapo u zgjua me shpejtësi e vizatoi atë që e kishte ëndërruar. Pas një varg verifikimesh, kishte konstatuar se kjo zgjidhje e kryente me sukses funksionin e vet. Ëndra Hammerstromit ja solli shekun në shumë prej $15,000, shumë kjo më e madhja që shkritoria ja kishte paguar ndonjëherë punëtorit të vet në emër të inovacionit. Profesori i shquar problemin e vet e zgjidhi në gjumë. Dr. Helprehti, një profesor me renome i gjuhës dhe i civilizimit asirian nga Universiteti i Pensilvanisë, kështu e përshkruante një rast nga përvoja e vet. Një të shtunë mbrëmje u raskapita duke u përpjekur kot së koti ta zgjidhja domethënien enigmatike të 2 gurve të çmueshëm të imët, të cilët, sipas paramendimeve, dikur ishin të vendosur në unazat që i takonin një familjeje babilonase. Diku ka mesnata, duke u gjendur në prag të molisjes, rash në shtrat dhe e pash një ëndër të çuditshme. Një prift i gjatë nga Nipura, rreth 40 vjeçar, më dërgoi në depon e një tempulli, një dhomë e vogël me tavan të ulët e padritare, ku kishte një varg gurësh të çmueshëm, mineral agati dhe shufra të nitratit të argjentit, të shkapërdrejtura nëpër 2 sheme. Pastaj më kishte thënë: 2 copëzat e agatit, fotografitë të cilave i ke shpallur ndaras dhe në faqet 22 dhe 26 të librit tënd, në të vërtetë do të duhet të qëndrojnë së bashku pranë njëra tjetrës, sepse ato nuk kanë qenë të vendosura në unaza, por në vathët që i përkisnin statujës hynore. Nëse i vendos pranë njëra tjetrës, do ta kuptosh se ky pohimi imi është i saktë. Në të njëjtin qast u pata zgjuar dhe i pata vështruar me kujdes gurët e imët dhe me befasi të madhe konstatova se ëndra i përgjigje realitetit. Problemi, më në fund, ishte zgjidhur. Ngjarja e përshkruar është një ilustrim këshillues i fuqisë krijuese të forcës së ndërdijes, e cila posedon përgjigje në çdo pyetje. Shkrimtari i shquar dhe ndërdia e tij. Robert Louis Stevenson, një kaptin të tërë të një libri të tij, ja kushtonte ëndrave. Vetë ai ka pasur ëndra teje të gjalla ose të themi gati të prekshme, kështu që shpesh praktikonte që para se të shkonte për të fjetur, ndërdijes së vet me përpikëri ja përcillte kërkesat e caktuara. Kërkonte që ndërdia ta zgjidhë ndonjë problem të ndërlikuar që ai më parë do ta kishte paramenduar, apo ajo t'ia rrëfente atij ndonjë kallëzim të tërë që nga fillimi deri në fund. Kur i ndodhte të mbetej pa para, i drejtohej ndërdijes së vet me këto fjalë: "Ma jep një tregim të mirë dhe interesant që do të mund të shndërrohej në roman komercial." Ndërdia krijonte çuditëra dhe gjithnjë i gjente përgjigjen e duhur. Stevenson më tutje thot: "Vogëlushjet e gjelbërta, fuqitë e ndërdijes,
Në rastet më të shpeshta, tregimin marrëfenj pjesë-pjesë si ndonjë roman në vazhdime dhe më mbajnë, që do të duhet të isha autori, në pasiguri të plotë rreth asaj që do të ndodhte mëtej. Pastaj shton: një pjesë të punës që e kryej derisa jam i ulur pranë tavolinës time, pra derisa jam i zgjuar dhe i vetëdijshëm, kurse si nuk është fryti i aftësisë sime, sepse të gjitha faktet dëshmojnë se vogëlushjet e gjelbërta, madje edhe atëherë, e mbajnë situatën në duart e veta. Fjetja e qetë dhe zgjimi i hareshëm. Lutja vijuese me siguri do t'i ndihmojë të gjithë ata që i mundon pagjumësia. Gjithnjë para se të shkoni për të fjetur, përsëriteni me maturi të qetë dhe me bindje. I çlodh duart, shpatullat, qafën, trurin, fytyrën, syt, si dhe çlodh tërë trupin dhe shpirtin. Krejtësisht dhe pa pengesa, i fal të gjitha për telashet eventuale që mi kanë shkatruar, njëkohësisht të gjithëve u dëshiroj shëndet, harmoni, qetësi dhe jetë e rehatshme. Më përshkon rehatia dhe qetësia, jam duke pushuar në mbrojtje dhe me siguri, derisa në brendi të vetvetes ndjej praninë e mençurisë së paskajshme, më kaplon lumturia. E di se dashuria dhe qëndrimi im pozitiv ndaj jetës më shërojnë. I kapluar nga dashuria me vullnet e mirësjellje ndaj të gjithëve, lehtas thellohem në gjumë. Gjatë tërë natës do t'jem plotësisht i qetë, ndërsa në mëngjes i vullnetshëm për jetë dhe për dashuri. Jam i rrethuar nga një hark i madh dashurie. Do të flej i rehatshëm dhe i qetë, ndërsa do të zgjohem i gëzuar. Përmbledhje e shkurtër e karakteristikave të mrekullisë së quajtur ëndër. Po që se s'jeni të sigurt se do të zgjoheni me kohë para se të shkoni për të fjetur, ndërdijes suaj për cilë janë i kohën e saktë të zgjuarit, e cila do të kujdeset që të mos zvonoheni, po kështu duhet vepruar me rastin e çfarëdo problemi tjetër. Ndërdia është në gjendje të bëj çdo gjë. Ndërdia nuk fle kurrë, ajo gjithnjë punon, i kontrollon të gjitha funksionet vitale të njeriut. Në qoftë se vetes dhe të tjerëve u afalni gabimet para se të flini, shërimi do të jetë më i shpejtë dhe më i suksesshëm. Sinjali zakonisht paraqitet derisa jeni në gjumë, ndonjëherë madje derisa jeni duke ëndërruar. Në raste të tilla bëhet zbarkimi i energjive shëruese, kështu që në mëngjes ndjeheni të freskuar dhe të përtërir. Po që se ju mundojnë probleme dhe vështirësitë e përditshme, ndalini rrotat e mendimeve tuaja dhe përqendrojeni vëmendjen në mençurinë dhe në inteligjencën e vendosur në ndërdijen tuaj, e cila është e gatshme të lajmërohet në thjerrjen tuaj. Me çrast do t'ju kaplojë qetësia shpirtërore, do të përmbusheni me forcë dhe vetbesim. Gjumi është i domosdoshëm për qetësimin e mendjes dhe të shëndetit trupor. Pagjumësia shkakton neurozë, depresion dhe sëmundje psikike. Secili njeri ka nevojë për 8 orë gjumë në ditë. Hulumtimet mjekësore vërtetojnë se pagjumësia shpeshherë u paraprin sëmundjeve psikike. Gjatë fjetjes njeriu e përtërin dhe e plotson shpirtin me energji të re. Për të pasur jetë të gëzuar dhe vitale, është i domosdoshëm gjumi i caktuar. Truri i lodhur vazhdimisht tenton të flejë dhe atë me aq këmbëngulje sa që është në gjendje të flijojë çdo gjë. Këtë fakt mund ta dëshmoj shumica prej nesh, e sidomos ata të cilëve u ka ndodhur që t'i zër gjumi pranë timonit të automobilit pra në vozitje e sipër. Njerëzit me mungesë të gjumit kanë memorje dhe koordinim trupore mendor të dobët. Ata rëndom kanë mendje të tollovitur, të hutuar dhe të papërcaktuar. Ëndra sjell këshilla. Para se të ëndërroni, thoni fjalinë me të cilën pohoni se ndërtia ju udhëheq e ju udhëzon. Pastaj me kujdes prisni sinjalin që do të lajmërohet, ndoshta menjëherë sapo të zgjoheni.
Duhet të keni besim të plot ndaj ndërdijes suaj, ajo gjithnjë është e kthyer ka jeta. Kohë pas kohe do t'ju përgjigjet dhe do t'ju jap përgjigjet të duhura në formë të ëndrave të ilustruara si dhe të vizioneve të natës. Mund të ndodhë që ajo t'ju tërheqë vëmendje nga rreziku i parapar, siç i ndodhi autorit të këtij libri. Ardhmëria juaj është e vendosur paraprakisht në ndërdijen tuaj, e bazuar në të menduarit tuaj të zakonshëm dhe në bindjet tuaja. Po që se vazhdimisht pohoni se ju udhëheq dhe ju drejton inteligjenca e paskajshme dhe se çdo të mirë të kësaj bote e keni në duart tuaja, në dispozicion, atëherë ardhmëria juaj do t'jetë ndritshme dhe më se pozitive. Besojeni dhe pranojeni këtë fakt, shpresoni vetëm në më të mirën, sepse pa kurfar dyshimi edhe do ta përjetoni atë. Nëse shkruani ndonjë roman, drama, libër të çfarë do lloji, nëse jeni duke punuar rreth ndonjë zbulimi a inovacioni, para se të bini në gjumë, drejtohuni ndërdijes duke pohuar me guxim se mençuria, inteligjenca dhe aftësia e saj ju udhëheq, ju drejton dhe ju zbulon romanin ideal, dramën ideale, as zgjidhjen më të përsosur të problemit. Nëse luteni në këtë mënyrë, do të filloj t'ju ndodhin çudirat. Si të mbetemi shpirtërisht gjithnjë të rinj. Mosnjohja e mënyrës së funksionimit të mendjes dhe aftësive të saj është shkaku kryesor i të gjitha problemeve bashkëshortore. Mosmarrveshjet midis burrit dhe gruas lehtë mund të zgjidhen me përdorim të drejtë të ligjit të mendjes njerëzore. Po që se luten së bashku, ashtu si që cek më lartë, ata do të jenë të bashkuar sa të duan. Të menduarit për ideale, hulumtimi i ligjeve jetësore, të pajtuarit rreth qëllimit të tjetuarit, si dhe gëzimi për lirinë personale, sjellin bashkëshortësi harmonike, duke sjell lindjen e ndjenjës së unitetit në kuadër të cilit dy persona njësohen. Shkurorzimi ndalohet para martesës. Situatën e pakëndshme ku mund të gjenden ndonjëherë dyqenje njerëzore nuk duhet lejuar. Përse të lejojmë të bijem në situata të pakëndshme? Vallë, a nuk do t'ishte më mirë ta përqendrojmë vëmendjen në shkaqet e vërteta të problemeve bashkëshortore? Apo me fjalë të tjera, t'u kthehemi gjërave nga rrënja? Një lloj sikur problemet e tjera, edhe brengat rreth shkurorzimit, rreth jetesës së ndarë, rreth shkatërimit të martesës dhe rreth gjykimeve të paskajshme, po ashtu janë pasojë drejt për drejt e mosnjohjes së veprimit dhe ndërlidhjes reciproke të pjesës së vetëdijshme dhe të asaj të ndërdijshme të mendjes. Domethënia e martesës. Për të qenë martesa e vërtetë dhe stabile, së pari duhet të ketë harmoni në baza shpirtërore ndërmjet bashkëshortëve. Mëtej, është e nevojshme të vendoset harmonia e zemrave të tyre. E zemra është kupa ku qëndron dashuria. Ndershmëria, sinqeriteti, mirësjellja dhe integriteti personal gjithashtu janë forma të dashurisë. Bashkëshortët do duhet të jenë përsosshmërisht të ndershëm dhe të sinqert ndaj njëri tjetrit. Nuk mund të thuhet për një bashkëshortësi se është e drejtë nëse është e formuar në bazë të interesit apo për qëllim të arritjes së famës individuale e shoqërore, sepse një lidhje e të tillë bashkëshortore i mungon sinqeriteti i ndërsjell, ndershmëria dhe dashuria e vërtetë. Martesa e tillë është farsë, mashtrim, gënjeshtër. Kur gruaja thot, nuk dua të punoj më, dua të martohem dhe të sigurohem materialisht, pikpamja e saj primare është përgënjeshtruese, sepse nuk i përfill ligjet e mendjes njerëzore. Siguria e secilit prej nesh varet vetëm nga njohja e raportit midis pjesës së vetëdijshme dhe të ndërdijshme të mendjes, si dhe nga përdorimi i kësaj njohurie në praktik.
Gruaja, bie fjala, asnjëherë nuk do ta ndjej mungesën e mjeteve materiale të shëndetit, po qese me përpikëri i përdor teknikat e përshkruara në këtë libër. Mirëqenien, ajo mund të arrijë edhe nëse nuk varet nga bashkëshorti, nga babai, a nga ndonjë mashkull tjetër. Shëndeti, gëzimi, frymëzimi, dashuria, siguria dhe lumturia e gruas as se si nuk varen vetëm nga burri i saj. Vetitë e cekura gruaja mund t'i arrijë nëse i shkon përdore t'i njoh aftësitë e brendshme të ndërdijes së vet, t'i përvetsoj dhe vazhdimisht t'i përdor ato në mënyrë konstruktive. Si ta përvetsoni bashkëshortin ideal? Lexuesi tashmë e ka shumë të njohur mënyrën e veprimit të ndërdijes së njeriut. Është e qartë se çdo ide e ngulitur në ndërdije në një moment do ta përjetojë materializimin e vet si ndodhi as si cilësi. Prandaj, po dëshiruat ta keni bashkëshortin sipas dëshirës suaj, atëherë pa më dyshje, duhet filluar ta njoftoni ndërdijen tuaj me vetitë që tek meshkujt i çmoni më së tepërmi. Ja shembulli i teknikës së shkëlqyer dhe efikase për këtë. Para mbrëmjes me komoditet vendosuni në koltuk. Mbyllni syt, qetësohuni, ndërkaq vëmendjen tuaj përqendrojeni në gjendje pasive. Drejtojuni ndërdijes suaj me fjalët: dëshiroj ta përfitoj një mashkull të ndershëm, të sinqert, besnik, të qetë, të lumtur dhe të suksesshëm. Vetitë e cekura i çmoj pa mas. Ato ja përcjell ndërdijes, kështu që derisa i përsëris, ato thellë rrënjose në mendjen time dhe bëhen pjesë e pandar e personalitetit tim. E di mirë se në gjithësi vepron ligji i simpatisë, prandaj secili i do vetit, ngjarjet dhe njerëzit në pajtim me bindjet e veta. E simpatizoj atë që me ndërdije të plot e ndjej si të vërtetë. E di se jam e aftë të kontribuoj për qetësimin shpirtëror dhe për lumturinë e atij mashkulli. Ai i do idealet e mia dhe unë i dua të tijat. Nuk dëshiroj ta kesh përdor atë, e as ai mua. Ekziston dashuria e ndërsjellë, liria dhe respekti reciprok. Pikërisht në këtë mënyrë ushqejeni ndërdijen, ushtrojeni me vetitë e dëshiruara. Pas një kohe të caktuar, do ta ndjeni gëzimin e përvetësimit të mashkullit që i posedon të gjitha ato veti. Ndërdija do ta gjejë dhe do ta zbuloj rrugën ku do të takoheni me të dhe atë të ndërdijes suaj. Let ju plotësohet dëshira e sinqert për t'i ofruar atij të gjitha të mirat që keni, dashurinë, besnikërinë dhe bashkëpunimin tuaj. Bëhuni të çiltër ndaj dashurisë, të cilën do të mund ta fitoni duke ju falenderuar aftësive të ndërdijes suaj. Si ta përvetsoni bashkëshorten ideale? Përsërisni këtë varg pohimesh. Dëshiroj ta përvetsoj një grua të vërtet e cila plotësisht pajtohet me mua. Dëshiroj bashkim shpirtëror me gruan që përsosmërisht më përgjigjet. E di se jam i aftë që kësaj gruaje t'i ofroj dashuri, dritë, qetësi dhe gëzim. Ndjej dhe besoj se jam i aftë t'ia mundsoj asaj një jetë të plotë dhe të bukur. Potencoj se është e nevojshme t'i ketë vetitë më poshtme. Domosdo duhet të jetë shpirt mirë, e denjë, besnike dhe sinqert, të ketë harmoni, qetësi dhe lumturi. Në mënyrë të pakundërshtueshme të ndjejmë simpati ndaj njëri tjetrit. Pjesë e përvojës sime mund të bëhet vetëm ajo grua që posedon dashuri, sinqeritet dhe bukuri. E pranoj bashkëshorten time ideale të jetës sime. Derisa në qetësi dhe me besim jeni duke menduar për vetitë që ju mahnisin e të cilat doni t'i ketë bashkëshortja juaj e mundshme, në mendjen tuaj lind vlera e saj mendore. Pastaj, energjitë e pafrenuara të ndërdijes suaj fillojnë aksionin dhe ju bashkojnë me atë grua të tillë. Gabimi i tretë ishte i panevojshëm.
Para ca muajsh mu drejtua një mësuese me këtë pyetje. Kam qenë e martuar 3 herë. Që të 3 burrat e mi ishin pasiv, të dobët si dhe të varur nga unë. Gjithnjë vendosja në vend të tyre. Vallë, përse i tërheq meshkujt e tillë? Unë e pata pyetur se me rastin e martesës së dytë, a kishte qeneve të dishme se bashkëshorti i saj ishte njeri i butë? Natyrisht se nuk kam qenë, më kishte thënë ajo dhe shtoi. Po të kisha qeneve të dishme, kur nuk do t'isha martuar me të. Sipas të gjitha gjasave, mësuesja në fjalë asgjë nuk ishte mësuar nga gabimi i parë, sepse në të vërtetë problemi qëndronte tek vetë ajo, domethënë në personalitetin e saj. Ajo ishte me tipare të mashkullit, dëshironte t'i kishte njerëzit në sundimin e vet, kështu që në mënyrë të pavetëdijshme anonte ka ndonjë mashkull i pasiv, pranë të cilit do ta ruante pozitën e vet dominuese. Këtu është në pyetje motivacioni plotësisht i pavetëdijshëm, ai ndërdijshëm. Pra, ndërdhija e saj thjesht kishte vepruar sipas dëshirës subjektive të mësueses. Ajo patjetër është dashur të mësohej që të mos e përfill modelin e vjetër të zgjedhjes së bashkëshortit, duke praktikuar procesin e nxitjes së ndërdhijes së vet. Mos përfillja e formularit negativ. Gruaja e lartë përmendur kishte mësuar të vërtetën e thjeshtë, po që se sinqerisht besoni se do t'jeni në gjendje ta përvetësoni mashkullin e ëndrave tuaja, me siguri ashtu dhe do t'ju ngjaj. Ja lutja gjejtësisht vargu i pohimeve pozitive me të cilat mësuesja u shërbye për ta zgjesuar formularin e vjetër të ndërdhijes dhe për ta tërhequr bashkëshortin ideal. E rënjos në ndërdhije tipin e mashkullit që do ta dëshiroja me gjithë zemër. Ai të cilit i pëlqej është i fortë, i shndrueshëm, i këndshëm, i dashuruar, i suksesshëm, i ndershëm, i denjë dhe besnik. Tek unë ai do të gjej dashurinë dhe lumturinë. Jam e gatshme dhe dua ta përcjell atë kudo që jam në syn. E di se më dashuron, mirë po edhe unë e dashuroj, edhe vetë jam e sinqert, e ndershme, e dashuruar, e sjellshme. Po se doj virtyte të mrekullueshme dhe jam e gatshme t'ja dhuroj vullnetin, gëzimin e zemrës sime, si dhe trupin tim të shëndosh. Edhe virtytet e tia janë identike, raportet tona të ndërsjella janë të njëjta, marr dhe ofroj. Inteligjenca e paskajshme e di se ku gjendet momentalisht mashkulli i tillë, prandaj mençuria e ndërdhijes tashmë e kërkon mënyrën për t'na bashkuar, me ç'rast sa po të shihemi do ta njohim njëri tjetrin. Ja përcjell kërkesën time ndërdhijes e cila do të di ta realizoj atë. Prandaj i jam mirënjohse për përgjigjen e përsosur. Në këtë mënyrë, ajo lutej për çdo mbrëmje dhe për çdo mëngjes, duke ditur se me përsëritje do ta ngop ndërdhijen dhe do ta arrijë ekuivalencën mendore të mashkullit sipas dëshirës së vet. Lutja e plotësuar. Kaluan disa muaj. Ndërkohë, ajo takohej dhe shëtiste me shumë meshkuj, por asnjëri nuk i ngjante atij që kërkonte. Në ndonjë rast, kur fillonte të ndjehej e pasigurt, kur i humbte gjasat ose kur e humbte durimin, menjëherë i kujtohej se inteligjenca e paskajshme i ka mënyrat e veta për ta realizuar dëshirën, si dhe nuk ka arsye për t'u brengosur. Ajo tashmë kishte përfunduar edhe procesin e fundit të shkurërzimit, i cili ja kishte sjell lirinë dhe ndjenjën e lehtësimit të madh. Së shpejti ajo u punësua si në punëse për praninë të pacientëve në një ordinancë private të mjekësisë. Më vonë më kishte rrëfyer në besim se me të parë punëdhënësin e vet kishte ditur se ai ishte njeriu që ja kishte kushtuar lutjet e veta. Me sa duket edhe ai kishte pasur mendim të njëjtë, me që i kishte ofruar martesë qysh në javën e parë të punës. Kështu,
Ata të dy formuan një bashkëshortësi ideale. Mjekun që e zgjodhi as nuk ishte pasiv e as nuk i pëlqente t'i nënshtrohej urdhrave të grave. Përkundrazi ishte një burr i fortë, mashkull me të gjitha tiparet, ishte sportist, atlet shembullor, por edhe me mençuri të thellë, me vizion të gjerë ndaj botës. Mësuesja e kishte arritur atë për çka ishte lutur, duke qenë e vetëdijshme se me përsëritje të pandërprerë të vetive të dëshiruara e kishte ngopur ndër dijen. Me fjalë të tjera, ajo mentalisht dhe emocionalisht ishte njësuar me idenë e vet që ishte bërë pjesë përbërëse e personalitetit të saj, një lloj sikurse ushqimi i ngrënë që bëhet pjesë e trupit të njeriut. A bën të shkurorzohen bashkëshortët? Shkurorzimi është problem individual dhe si i tillë nuk përgjithësohet ndonjëherë. Nganjëherë natyrisht martesa nuk ka gjasa të suksesit, megjithatë në rastet e tjera shkurorzimi nuk është zgjidhje e mirë, një lloj sikurse që edhe martesa nuk është gjithnjë zgjidhje për problemin e vetmisë. Për dikë shkurorzimi është zgjidhje e drejtë, mirë po për dikë plotësisht i panevojshëm, madje edhe i dëmshëm. Gruaja e shkurorzuar nga ana tjetër shpeshherë është më e sinqertë dhe më fisnike se shumica e grave të martuara që jetën e vet e çojnë me gënjeshtra dhe me dy fytyrësi. Me një rast pata biseduar me një grua, bashkëshorti i së cilës ishte narkoman i dikurshëm, ishte i burgosur dhe përtac. Në këshilltoren për punë të bashkëshortësisë, megjithatë, i kishin thënë se shkurorzimi nuk do t'ishte zgjidhje e drejtë e problemeve të saja, mirë po mendimi im dallonte nga i tyri. I shpjegova se martesa bëhet nga zemra. Martesa ideale lind kur dy zemra të sinqerta e të dashuruara bien në pajtim dhe njësohen. Zemra ka vetëm një drejtim të veprimit, dashurinë. Nëse nuk ka dashuri, atëherë nuk ka as arsye për të ekzistuar bashkëshortësia. Me të kuptuar shpjegimin tim, kjo grua dinte mirë se ç'duhej bërë, tashmë ishte vetëdijshme për faktin se nuk ekziston një ligj i atill i përgjithshëm që do ta detyronte për t'i duruar poshtërimet, maltretime trupore si dhe fyerjet e përhershme vetëm për shkak se dikush e paska lexuar fjalinë, ju shpall burr e grua. Po që se bini në dilemë rreth marrëdhënieve tuaja bashkëshortore, nga ndërdia juaj kërkojeni sinjalin se si duhet vepruar, duhet ta dini mirë se përgjigjja gjithnjë ekziston dhe se ajo gjithnjë do t'ju arrijë. Përcilleni sinjalin që do t'ju shfaqet në qetësinë e shpirtit tuaj. Vërsulja për shkurorzim. Një çift i ri bashkëshortor, për ndryshe të njohur të mi, vetëm ca muaj pas martesës ju drejtuan gjykatës për të kërkuar shkurorzim. Kisha zbuluar se burrin pa ndërprer e mundonte frika se do ta linte gruaja. Ai priste se do t'jeti dëbuar si dhe ishte i bindur se gruaja do ta tradhtonte me ndonjë tjetër. Mendimet e tilla i ishin ngulitur në vetëdije dhe ishin bërë obsesion. Kështu që ai, me mendimet e veta, e kishte zhvilluar qëndrimin mendor i cili e kishte pushtuar jetën e tyre të përbashkët dhe kishte mundësuar të ndodhnin një varg problemesh me karakter negativ. Kishte filluar të vepronte ligji i aksionit dhe i reaksionit ose ligji i shkakut dhe i pasojës. Mendimi është aksion, ndërsa përgjigjja e ndërdijes reaksion. Gruaja ishte larguar nga shtëpia e përbashkët dhe kishte kërkuar shkurorzim. Pra, kishte ngjarë pikërisht ajo për të cilën tërë kohën djaloshi i ishte frikësuar. Shkurorzimi lind në mendje. Shkurorzimi së pari paraqitet në mendje, ndërsa procedura e veprimit ligjor është vetëm të shprehurit e tij të jashtëm dhe final. Të dy bashkëshortët e lartcekur i kishte kapluar frika nga dyshimi, nga neveria dhe nga hidhërimi. Qëndrimet e tilla mendore e dërmojnë dhe e molisin qenien e tërë. Çifti i ri bashkëshortor kishte kuptuar se urrejtja i ndan,
ndërsa dashuria i bashkon. Prandaj që të dy ishin të vetëdijshëm për procesin e zhvilluar në mendjen e tyre. Ata nuk e njihnin ligjshmërinë e aksionit dhe të reaksionit mendor, andaj me veprimet e tyre të gabuara, vetes i shkaktuan gjendje kaotike dhe fatkeqësie. Kur mu drejtuan, ju udhëzova që ta fillojnë terapinë lutëse. Pas kësaj terapie, ata njëri tjetrit filluan t'i kushtojnë më shumë kujdes, dashuri, qetësi shpirtërore dhe vullnet. Për çdo mbrëmje uleshin së bashku dhe në mënyrë reciproke ja përcjellnin ndjenjat e dashurisë, të shëndetit dhe të harmonisë njëri tjetrit. Jeta bashkëshortore në mënyrë suksesive filloi t'u forcohet. Sot, ata jetojnë të lumtur në një bashkësi të fortë, të pasur dhe në marrëdhënie të ndërsjella. Llomotitjet e grave. Gratë zakonisht llomotisin, murmurisin dhe u akthejnë fjalën burrave vetëm atëherë kur atyre nuk u kushtohet kujdes i veçantë. Kryesisht bëhet fjalë për rastet kur ato jetojnë në të tashmen për dashuri dhe për butësi. Prandaj kini kujdes se si silleni me gruan tuaj. Me sjelljet tuaja tregojeni se sa e çmoni si dhe lavdëroni vetitë e saja të mira. Pos kësaj, disa gra llomotisin për arsye se janë të atij lloji që bashkëshortin mundohen t'ja nënshtrojnë vetes, ta fusin atë brenda suazave të veta, brenda formave të ngushta të kuptimeve dhe të synimeve të tyre. Gruaja dhe burri, po deshën të jetojnë në bashkëshortësi të lumtur dhe në harmoni, duhet të heqin dorë nga roli i vëzhguesit të gabimeve të njëri tjetrit, i cili në çdo rast pret në kurth tjetrin të gaboj e pastaj t'ja kthej me të keq për dobësitë dhe lëshimet që mund t'i përvidhen. Prandaj, duhet kushtuar kujdes të duhur njëri tjetrit, duke mos përtuar ta përgëzoni njëri tjetrin në rast të ndonjë veprimi të mirë, atë ndonjë përpjekjeje pozitive të personit me të cilin keni lidhur martesë. Burri me ndje humbur. Po që se bashkëshorti gjithnjë më shpesh fillon ta humb kujdesin, si dhe t'i shpërsoj sjelljet e veta ndaj veprimeve andaj fjalëve të gruas së vet, atëherë mund të thuhet se në aspektin psikologjik ai e ka thyer besnikërinë martesore, gjëjsisht se dashuron ndonjë grua tjetër. Njëra nga domethënjet e besnikërisë martesore është edhe idolatria, gjëjsisht të kushtuarit kujdes ose të lidhurit ngushtë të mendjes me atë që është negative dhe shkatëruese. Mashkulli nuk i është besnik gruas nëse me mospërfillje ja kthen gruas në çdo pyetje, si dhe nëse lejon që ta përmbush ndjenja armiqësore ndaj saj. Thënë shkurt, ai në këtë mënyrë heq dorë nga betimi i vet martesor se do ta doj, se do ta ndihmoj dhe se do ta respektoj gruan e vet deri në fund të jetës së tij. Mashkulli shpirtërisht i papranishëm, për plot urrejtje dhe neveri, do të duhet ta kapërdijë egërsinë e vet dhe të sillet mirë, të jetë i arsyeshëm dhe i kujdesshëm ndaj gruas së vet. Me ndihmën e lutjes, qëndrimin e vet armiqësor ndaj gruas duhet ta zhduk dhe ta heq lehtë. Ndryshimi bie në sy shumë shpejt, sepse jo vetëm që do të përmirësohen marrëdhëniet bashkëshortore, por menjëherë do të vërehen edhe ndryshimet pozitive dhe në sjelljet e tyre me miq afaristë dhe private njëri tjetrit. Merrni qëndrim të harmonisë dhe të qetësisë shpirtërore, të cilat do t'i përjetoni edhe në jetën tuaj. Gabimi i madh. Është gabim shumë i madh të zhvillosh çfarëdo bisede me fëmijët a me kushërinjt rreth problemeve bashkëshortore. Të paramendojmë se gruaja i drejtohet një shoqe të vet me fjalët: "Gjoni kurrë nuk më jep para. Ndaj nënës time sillet shumë keq, pi shumë dhe vazhdimisht i ofendon dhe i maltreton të gjithë anëtarët e familjes." Si pasojë një qëndrimi të tillë të tij, bashkëshortja e vet e nënçmon dhe e gjykon në çdo bisedë me fëmijët dhe me të afërmit. Kështu që para masës ai i ka humbur tiparet e burrit ideal.
Prandaj, problemet tuaja bashkëshortore mund t'i diskutoni vetëm kur nuk është i pranishëm personi i tretë ose në prezencën e këshilltarit me përgatitje profesionale për këshilla bashkëshortore. Pse njerëzit tuaj të afërt doni t'u krijoni bindje negative rreth martesës suaj? Krahas kësaj, po qese me këmbgulje i vini në pa dhe i zbuloni të metat e personit me të cilin keni lidhur martesë, ju në atë mënyrë e mbillni farën e të njëjtave veti edhe në vete. Kush është ai që mendon dhe ndjen? Ju. E njeriu është pikërisht i atill çfarë mendon dhe ndjen. Të afërmit gjëgjësisht ata me të cilët gjoja se i qani hallet, zakonisht do t'ju këshillojnë gabimisht të bazuar në paragjykime, sepse ata nuk janë objektiv. Këshilla e cila nuk përputhet me rregullat e çmuara, gjëgjësisht me ligjin e gjithësisë, nuk mund të jetë e mirë, prandaj nuk duhet besuar. Është mirë të kihet ndërmend fakti se nuk ekzistojnë dy qenie njerëzore që janë në gjendje të jetojnë në një kulm pa mosmarrveshje, pa kundërthënie të karakterit, pa etapa të dhembjeve dhe të ngarkesave psikike. Miqve kurrë mos u zbuloni anën e zymë të jetës suaj bashkëshortore. Zënkat mbajini për vete, përmbahuni nga çfarëdo kritike a gjykime të bashkëshortit a të bashkëshortes suaj. Mos u mundoni ta shndërroni gruan tuaj në kopje të vetvetes. Burri kurrë nuk do të duhej të përpiqej që gruan e vet ta shndërrojë në kopje të vetvetes. Përpjekja jo taktike e imponimit të ndryshimit është e huaj për natyrën e saj. Çdo përpjekje e tillë gjithmonë është e pakuptimt dhe shumë shpesh përpasoj ka shkatërimin e martesës, sepse në atë mënyrë asaj i lëndohet krenaria dhe vetbesimi, ndërsa i zgjohet dëshira për kundërthënie dhe për neveri, gjë që gjithmonë është fatale për jetën bashkëshortore. Të përshtaturi gjithmonë është i domosdoshëm, mirë po ja bët një vështrim paksa më të mirë personalitetit tuaj, po u zbavitet paksa me sjelljet tuaja personale, atëherë do të vëreni, po aq të meta sa që për t'i përmirësuar ato do të duhej një jetë e tërë. Në qoftë të se thoni do ta bëj njeri të llojit që më pëlqen, atëherë ju me siguri kërkoni fatkeqësi, kështu që do të përfundoni në gjykat duke përcjell zhvillimin e procesit të shkurorësimit. Në këtë mënyrë, vetëm se do ta kuptoni se personi i vetëm që duhet ndryshuar jeni ju dhe askush tjetër. Lutuni bashkë dhe së bashku kalojini të gjitha fazat. Hapi i parë, urrëtitjen dhe hidhërimin që vinë si dëshpërime të vogla, kurrë mos i harroni nga dita në ditë. Përpiquni që për çdo mbrëmje, para se të bini në gjumë, t'ia falni njëri tjetrit gabimet e vogla. Në momentin e parë, me të zgjuar nga gjumi, si dhe në mëngjes, disa herë përsërisni pohimin se inteligjenca e paskajshme ju udhëheq në jetë. Bashkëshorti, të antarëve të familjes dhe tërë botës dhurojini mendimet e dashurisë, të harmonisë dhe të qetësisë. Hapi i dytë, gjatë ngrënies së mëngjesit shpreheni mirënjohjen tuaj ndaj ushqimit dhe ndaj bollëkut. Derisa jeni duke ushqyer, përpiquni të mos bisedoni për problemet, për brengat tuaja apo për ndonjë zënd. E njëjta gjë vlen edhe gjatë drekimit, thuajini bashkëshortet ose bashkëshortës suaj, çmoj çdo gjë që bën ti dhe vazhdimisht ta fal dashurinë dhe vullnetin tim. Hapi i tretë, burri dhe gruaja do të duhet që për çdo mbrëmje të zëvendësojnë njëri tjetrin gjatë lutjeve ose gjatë përsëritjes së pohimeve të caktuara pozitive. Mos mendoni se bashkëshortin e keni zënë një herë për gjithmonë, tregojini vazhdimisht se në çmase çmoni dhe e doni. Llomotitjet, kritikat dhe gjykimet ndaj njëri tjetrit zëvendësojini me vullnet tuajin të ndërsjellë. Jeta e lumtur bashkëshortore dhe qetësia familjare ndërtohen në bazë të dashurisë, të bukurisë, të respektit të ndërsjellë, të besimit dhe të mirëqenies.
pasqyrë e shkurtër e këshillave të dobishme. Mosnjohja e ligjshmërive mendore dhe shpirtërore është shkaku kryesor i bashkëshortisë jo të lumtur. Lutja e përbashkët shkencore do të ndikojë në ruajtjen e harmonisë familjare. Pengimi më i suksesshëm i shkurorësimit bëhet para martesës, po u mësua të luteni në mënyrë të drejtë, pranë vetes do ta tërhiqni personin që ju përgjigjet më së shumti. Martesa është bashkësi e burrit dhe e gruas, të cilët i lidh dashuria reciproke. Zemrat u rrahin të njësuara dhe gjithmonë u punojnë me ritëm të njëjtë. Martesa më vete nuk do të thotë edhe lumturi. Njëri tjetrin mund ta bëjnë të lumtur vetëm atëherë kur dy qenie njerëzore, individualisht ose së bashku, arrin ta njohin të vërtetën e amshueshme. Gjysmën tjetër të bashkëshortisë suaj mund ta tërhiqni pranë vetes, po qese vazhdimisht i përsërisni vetit që duhet i posedojë mashkulli a femra juaj. Vetëm në atë rast ndërdia juaj, gjegjësisht inteligjenca e saj e paskajshme, do t'ju bashkojë. Në mendjen tuaj duhet ngulitur ekuivalenca e personit që e dëshironi për bashkëshort a për bashkëshorte. Po deshet që ky person të jetë i ndershëm, i sinqert dhe me plot dashuri, atëherë edhe vetë domosdo duhet të jeni të ndershëm, të sinqert dhe të dashur. Nuk është e nevojshme t'i përsërisni gabimet e bëra me bashkëshortësi. Në çastin kur të besoni se me të vërtet e keni pranuar personin që e keni ëndërruar, për ndërdijen tuaj do t'jetë punë e përkryer, prandaj që tani filloni të mendoni personin e paramenduar si shok të bashkëshortësisë. Mos i parashtroni vetes pyetje si pse apo kur do ta takoni partnerin për të cilin luteni në mençurinë e ndërdijes suaj pa ndonjë vërejtje. Ajo i ka mënyrat e veta dhe nuk ka nevojë të besoni për ndihmën tuaj të drejtë për drejtë. Kur filloni të ndjeni pakënaqësi, kur e teproni me llomotitje, kur e ktheni fjalën, kur kritikoni dhe kur silleni me armiqësi ndaj bashkëshortes a bashkëshortit, jeni në rrugën më të mirë të shkurorësimit mendor. Përkujtojeni zotërimin bashkëshortor, premtoj se do ta mbroj, do ta dua dhe do ta respektoj derisa të jep gjallë. Pushoni së ndjelluri frikë dhe neuroz në personalitetin e bashkëshortit apo bashkëshortes. Njëri tjetrit dhurojini dashuri, qetësi, harmoni dhe vullnet të ndërsjell, sepse atëherë jeta bashkëshortore do të jetë më e bukur dhe më e lumtur. Ndërdia i ndjen dhe i kupton mirë valët e tilla. Gruaja që llomotit zakonisht është e etshme për kujdes, për dashuri dhe për zemërbutësi. Theksojani vetitë e mira duke ja bërë me dije se sa i doni dhe sa e çmoni gruan tuaj. Burri që e do gruan e vet kurrë nuk do t'ja bënte ndonjë të keqe, nuk do ta lëndonte as nuk do ta fyente. Dashuria është ajo që e bën dashurinë. Po që se keni probleme bashkëshortore, patjetër duhet kërkuar këshilla profesionale. Me siguri se nuk do t'i drejtoheni drugdhenësit për t'ju nxjerrë nga situata, prandaj mos diskutoni për problemet tuaja bashkëshortore me të afërmit dhe me miqtë tuaj, drejtojuni ekspertit për punë dhe çështje bashkëshortore. Kur mos u mundoni ta ndryshoni burrin a gruan tuaj. Përpjekjet e këtij lloji gjithmonë janë të pakuptimta dhe shkatërrojnë krenarinë dhe vetbesimin e personit me të cilin keni të bëni. Në të shumtën e rasteve ato janë fatale për bashkëshortësi. Mos tentoni që bashkëshortin apo bashkëshorten tuaj ta bëni kopjen e vetvetes. Lutuni së bashku për të mbetur bashk. Lutja shkencore i zgjidh të gjitha problemet. Paramendojeni bashkëshortin tuaj ashtu si do të duhej të ishte sipas dëshirës suaj, i gëzuar, i lumtur, i shëndoshtë dhe i bukur. Paramendojeni bashkëshortin tuaj të atill çfarë do të duhej të ishte, i fortë, stabil, me trup të bukur, i sjellshëm dhe me plot dashuri.
Përpiquni që sa më gjatë ta paramendoni shfaqjen e tillë dhe do të bindeni se jeta juaj bashkëshortore dukshëm do të fillojë të përmirësohet.